të shpreh keqardhjen dhe indinjatën e kundërshtimin e madh për ndalimin arbitrare të padrejtë të ish Policisë të Kosovës, Armër Spahiu, i cili po mbahet nga regjimi serb në mënyrë të padrejtë, po për më shumë të shpreh pakënaqësinë me mos reagimin institucional, me mos reagimin e qeverisë Kosovës, e cila ende asnjë fjalë të vetme nuk e ka thënë për ndalimin jo vetëm të një qytetari që do duhej, po të një shërbëyesi të Kosovës, një prej antarëve të forcave speciale të Policisë Kosovës, të cilat kur ju duhen me gojën plot i ngrisin në qiell me lëvdata meritore, ndërsa tani nuk e thon asnjë fjalë spaku për të ngushtuar familjarët e tyre. E kjo është më e pakta sepse në fakt qeveria dhe institucionet do duhet që aktivisht të merreshin me lirimin sa më të shpejt të Armër Spahiut. Me këtë rast dhe ndërkombëtare që të ndërhyjnë, që të ushtrojnë presionin të liruar këtë djalë të Kosovës, blokadat që lëvizjave të vendosje dhe koalicionin saj, po vazhdon të mbajnë në kuvendin e Kosovës, po na e pamundson që në mënyrë institucionale dhe ligjore të ndërmarrin veprimet që do ta kthenin normalitetin në sektorin e energjisë, parazgjithash duke i shkarkuar antarët e zyrës rregullatorit të energjisë dhe pastaj duke mundësuar anulimin e këtij vendimi të padrejtë, i cili duke u thirrur në tregun e hapur pa pasur fare një të tillë, po arrendon barrën jo vetëm bizneseve, por në mënyrë zinxhirore do të arrendoj barrën e secilit qytetar dhe çdo familje në vendin tonë. Po, e para unë besoj që zoti Hamza ka qenë shumë i qartë dhe e ka treguar fiks ashtu siç ka ndodhur. Zoti Kurti me insistim ka dëshiruar që të ketë një takim për diskutuar për tema ndërkomunale, që realisht që është punë e tij. Por në një situatë kur ai vërtet smerret me asnjë temë në interes qytetarëve, është i mirë për të bërë show e propagandë. Në traditën e shqiptarit është kur të vjen edhe i huajit e dera me hap derën, dhe momentin që ai ka shku në zyrën e zotit Hamza Mitrovic, ne jemi në hasmëri, normalisht që mirëpritet, se zoti Hamza është një nga të paktit politikanë që vërtet ka ndërtuar vetëm mura, bashkëpunimi e komunikimi me gjithë, duke kështu që është e vërtet as që është pritur, e as që kemi dëshirë, e as që është diskutuar për çfarë do çështje që ndërlidhet me zhvillimet nacionale, pra dhe me krizën politike, as më pak me ndonjë koalicion të mundshëm. Kështu që jo, nuk do të më shohësh me zotin Kurti duke hyrë në kuvend për të bërë koalicion. Ne kemi bërë qartë një gjatë tillë,